6 objekte antike 2400 vjeçare ndodhen në oborin e katedrales së Shën Gjergjit në Fier, një kolonë cilindrike përbërë për materiali guri gëlqeror, sipas historianit Ilirian Gjika, mendohet se është sjellë nga rënojat e Apolonisë së bashku me objekte të tjera të përdorura si spolje në muret e kishës së dikurshme të Shën Gjergjit, dhe sot kjo kolonë antike është e vetmja shenjë në natyrë e mbetur prej saj. E vetmja provë që dëshmon vjetërsinë e saj është një fotokartolinë e viteve 1930, ndërsa në atë kohë kolonës i mungonte vetëm selvia, e cila duhet jetë mbjellë më vonë, ndërsa sot ato bashkëjetojnë me njëra tjetrën, duke u bërë pjesë e ansamblit ndërtimor të kishës së Shën Gjergjit. Bëhet fjalë për këtë trung kolone, të ardhur nga Polonia, e cila qëndron sot bashkëjeton me Selvin, por po të shohësh fotografitë e shumta të viteve 30-40, sepse kjo pjesë e bregut Gjanicës bashkë me kishën e vjetër të Shën Gjergjit ishte dhe një park apo lulishte e bukur, ku qytetarët fierak e zgjidhin dhe fotografët e Fierit, që ishte një profesion i rrallë dhe i vlerësuar, për të bërë foto panoramike me katedralen dhe këmbanoren e kishës Shën Gjergjit, e cila ishte pajisur dhe me orë dhe ishte një pikë referimi për fierakët. Sot ato bashkëtojnë të dyja, por nga fotografitë e vjetra del se kolona ka qenë e vetme. Ky është një nga objektet më të vjetra të sjella nga Apolonia, që daton që prej themelimit dhe ndërtimit të kishës në vitin 1782. Dhe pikërisht është objekti më i vjetër që ruhet në qytetin e Fierit, i cili relativisht është një qytet i ri, që fillimet i ka në vitet si vendbanim i ka të hershme, mund t'i ketë me vendosjen e kësaj shtylle në vitet 1780, fund shekullit të 18, por si qyteti ka në vitet 1864 dhe duhet thënë, pavarësisht se të gjithë përpiqen që t'i kenë sa më të vjetër vendbanimet e tyre, të synojnë një histori të vjetra për të lavdishme, por ta themi Fieri ka fillimet që nga viti 1864. Dhe kjo është një pikë referimi dhe për turizmin kulturor. Për një tur të turistëve në Fier, fare mirë mund ta fillonin që këtu nga obori kishës së Shën Gjergjit, nga objekti më i vjetër që ruhet në qytetin e Fierit. 5 objektet e tjera janë zbuluar një vit më parë gjatë punimeve për ndërtimin e Mitropolisë së Re. Bëhet fjalë për 6 objekte antike që ndodhen në oborin e Mitropolisë Fierit, pranë kishës së Shën Gjergjit, të cilat bartin një histori interesante. Për studiusit dhe arkeologët, ato janë objektet më të vjetra që ruhen në qytetin e Fierit dhe që kanë një histori të veçantë. Janë të ndara sipas vendodhjes së tanishme në 2 grupe. Kemi grupin më të ri, bëhet fjalë për 2 fragmente parapetesh të ndërtesave antike dhe 3 trungje të fragmentuar kolonash, prej guri gëlqeror dhe gur shtufi, të cilat kanë qenë të vendosura dikur në ambientet, muret apo kolonadën e brendshme të kishës së Shën Gjergjit të Fierit. Kisha e Shën Gjergjit Fier, kisha e vjetër, jo kisha e re, e cila nisi ndërtimin në vitin 1997 dhe përfundoi pas disa vitesh, por kisha e vjetër është u ndërtua në vitin 1782. Pra, prej vitit 1782, këto spolje të marra nga qyteti antik i Apolonisë, që nuk është gjë tjetër veç se 8 kilometra në perëndim qytetit Fierit, u morën dhe u vendosën në ambientet e brendshme dhe të jashtme të kishës së vjetër të Shën Gjergjit. Dhe për 185 vite, nga viti 1782 dhe në vitin 1969, kur kisha e Shën Gjergjit gjatë periudhës së komunizmit u shkatrua, një krim i madh që është bërë kulturës, ta themi, në Fier, pasi në vitin 1963 ajo ishte shpallur monument kulture. Ndërkohë atë Dimitër Loshi tregon se sipas historianëve, trualli i kishës së Shën Gjergjit prej shekujsh mendohet të ketë qenë varrez, ndërsa sipas tij, kolona cilindrike duhet të ketë qenë një ndër kolonat e tryezës së shenjtë, ndërsa 5 objektet e zbuluara një vit më parë janë përdorur si gur varesh. Tani këto objekte 6 gur që ndodhen në truallin e kishës së Shën Gjergjit, 5 prej të cilëve janë gjetur gjatë punimeve të kryera për ndërtimin e ndërtesës së Mitropolisë, ndërsa një prej tyre që ndodhet pranë Selvis është guri kolon i
tryezës së shenjtë të kishës së vjetër të Shën Gjergjit. Ashtu siç dihet nga historianët, ka dy mendime që trulli ku ndodhemi është përdorur si varrez. Një mendim i historianëve është që nga fillimi i shekullit të 12 dhe një mendim tjetër është i shekullit të 15. Ky mendim i dytë është më i sigurt sepse janë gjetur këtu edhe gur me shqiponj që i përkasin periudhës së Skënderbeut. Dhe ky trull është përdorur si varrez deri në vitin 1922. Pastaj varrezët nga këtu kanë kaluar në pjesën jugore të qytetit në rrugën Fier Vlorë, mbas shinave të trenit që shkojnë për në ish tecin e Fierit. Këta gur janë me motive të ndryshme, ndoshta janë të sjell këtu, ose ndoshta janë edhe të gdhëndur, nuk e dim, por që këta janë, siç duken, janë gur të vjetër që janë të varrezave të vjetra të kishës Shën Gjergjit. Sa për historianin Gjika, këto objekte më të vjetrat e qytetit të Fierit duhet të bëhen pjesë e guidave turistike dhe të shërbejnë si pikë referimi, veçanërisht për turet e turistëve të huaj.